Çfarë ke? Të ka zënë ftohtin? Të ka zënë gripi? Këto ftohtat dhe griprat janë një iluzion njerëz. Megjithatë, iluzionin me iluzion mund ta luftosh. Peshoj e njihni të gjithë këta. Në Shqip duhet ja dini emrin, nga ata që ku e çan, kanë ato si pushi brenda si flok, dhe nëse kërkon në trup të djegin. Mirë, në këtë kohë, në këtë fjalë në vjesht, qoftë më fjalë ka dalë si ftohti oja pikur tamam ose kur i zë grica, po ti shtypësh këto, pastaj të dalë marmellata kështu. Farat nuk e ham, farat i hedhim, por atë si pun marmellate që është brenda e marrim me ham. Dhe ajo çka kjo ka vitaminë C shumë të lartë, që të ftohtin dhe gripat e këtoja, ta quajtur gropa, të një mban larg teje. Prandaj, dini gjëra nga natyra, thithni ajër të pastër, edhe hani dhe nga këto që ofron natyra. Të mësojmë, është gjithmonë mirë, kanë thënë në të gjitha videot, të mësojmë çfarë natyra ofron, që janë të brendshme, sasinë dhe gjitha. Gjërat që fatikisht duhet të mësojmë në shkollë. Megjithatë, më vonë se sa kur, kalojmë ditë bar. Abonoje, keq i lartë shpërndaje. Sa shpejt e thash.